Dhe gjitha zhvillimet e ditës së sotme, unë do t'i diskutoj me zotin Arben Meqe, i cili është bashkuar me mua në studio. Përshëndetje, faleminderit zotin Meqe që bashkoheni me ne. Përshëndetje. Komentin e parë dua në fakt për raportin e Komisionit Jashtëm, i cili është bërë publik ditën e sotme, është një rikonfirmimi i qëndrimit të Brukselit, që ka ardhur në fakt që pak ditë pas zgjedhjeve, po vjen në një tjetër kontekst, duke patur parasysh se kjo është vizita e dytë e Sali Berishës që pas zgjedhjeve në Bruksel dhe rezultati tani më është i qartë, apo jo? Jo vetëm rezultati, po dhe qëndrimi ndërkombëtarëve tashmë i qartë. I qartë është edhe kjo lëvizja e Berishës për të vajtur kudo dhe për të mos bërë as edhe një gjë, sepse s'ka që të bëjmë. Po, për të vërtetës, raporti i miratuar tashmë në Komisionin e Sigurisë të Parlamentit Evropian është një rikonfirmim i tezës që në Shqipëri ka patur zgjedhje. Dhe këto zgjedhje në themel kishin konkurrëshmërinë. Është shumë e rëndësishme ky term i cili është një pasqyrim i raportit OSBE-EDIR, raportit paraprak. Dhe raporti paraprak, që në momentin e parë thotë që zgjedhjet janë bërë të konkurrueshme. Çdo thotë konkurrueshme? Të konkurrueshme do thotë që në raportin e parë, pra në raportin paraprak sqarohet edhe konkurrueshmëria, ku të gjithë kandidatët ishin të lirë dhe të shkonin pranë përkrasëve të tyre dhe të bënin propagandën e tyre. Po, pati garë, ka fitues. Dhe nga ky moment bie gjithë termi politik i farsës. Mëtej ka një term i cili është shumë i rëndësishëm për të interpretuar, që është polarizimi i shoqërisë. Po, ne e dimë mjaft mirë që është polarizuar. Shoqëria shqiptare është absolutisht e polarizuar. Por nëse do të bëjmë analizën e 3 muajve të fushatës elektorale për të kuptuar kush ishte polarizuesi, do shohim që 2 deklarata janë diku ekstremiste ose reaktive nga ana e një deputetit të Partisë Socialiste, për të cilin vetë kryeministri pati një qëndrim të drejtë për drejtë, tha nuk do të bëni më një veprim reaktiv ndaj jetës politike, dhe gjithë pjesa politike pastaj ishte absolutisht aksion politik i Partisë Demokratike dhe në përshtatshme i Sali Berishës. Pra, burimi polarizimit në Shqipëri, në jetën politike, në jetën propagandës e tjera, ka vetëm një emër, Sali Ram Berisha. Dhe në këtë kuadër, dhe ky termi përdorur që ishte e polarizuar, lidhet absolutisht me aktivitetin politik, publicistik, mediatik të Sali Berishës. Që kështu sa i takon qëndrimit të ndërkombëtarëve të paktën për këto zgjedhje, nuk ka asnjë dilemë. Jo vetëm nuk ka, por nëse do të kapim me vëmendje disa terma të përdorur në raport, së pari një herë shumë e rëndësishme qëndrimi që ata mbajnë ndaj medias. Polarizimi, blerje medias dhe mungesa e pavarësisë së medias ishte jashtëzakonisht e rëndësishme dhe kjo i lidhur me pronarët e mediave. Tjetër që ishte shumë rëndësishme atje është ndikimi rus. Dhe një nga pikat më të rëndësishme të gjithë raportit e kapur në disa kapituj ishte influenca ruse në Shqipëri, me synim të godasë integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dhe për këtë arsye përdorte dhe financim, dhe linja mediatike dhe rrjetet sociale. E qartë fare, dhe linja kibernetike, pra linja e ndërhyrjes nëpërmjet rrjeteve sociale, është qësim jashtëzakonisht i madh i Bashkimit Evropian, i Brukselit në raportet që ka patur. I cili tashmë jepet në mënyrë eksplicite. Dhe ajo që ne kemi diskutuar gjatë gjithë kohës, që ndërhyrja ruse është reale në Shqipëri, është kthyer një shqetësim legjitim të Parlamentit Evropian, të Bashkimit Evropian, dhe në këtë kuadër ta kërkojnë me mosmarrjen e masave akoma më serioze. Mëtej pastaja, që përsëri është shumë e rëndësishme, është fakti që ky komision e shef Shqipërinë shumë pranë Bashkimit Evropian dhe në rrugë drejtë. Po, edhe ka patur deklaratat një pasnjëshme. Pra me fjalë, e përmbledhur gjithë kjo që tham, zgjedhjet njihen, zgjedhjet ishin konkurruese, kanë probleme për të cilat përsëri duhet thelluar reforma, duhet thelluar akoma të reformat për integrimin e mëtejshëm dhe sa më të shpejtë të Shqipërisë, dhe Shqipëria është e gatshme tashmë që të kalojë stadin
e mëtejshëm të pranimit në Bashkimin Evropian. Për te i qëndrimit që kam patur ndërkombëtarë, të tjera i qëndrime ka edhe brenda Partisë Demokratike, dhe unë duaj që t'i marrë me radhë, po duke patur sigurisht në vëmendje zhvillimin e ditës së sotme, që Kolegji Zgjedhor ka pranuar ankesat që ka patur Ilir Ali Mehmeti, edhe shkëlqim shehu që bëhet fjalë, domethënë, për një mosbindje ndaj Berishës, se ju e keni ndjekur sigurisht atë që ndodhi në KAS, që kandidatët shkuan vetë duke kërkuar rinumërim të votave, duke akuzuar në një mënyrë kolegët e tyre politik brenda partisë për vjedhje votash, më pas edhe vijimit me kërkesa edhe në institucione më të larta, siç ka qenë Kolegji Zgjedhor. Në këtë prizëm, çfarë po ndodh me Partinë Demokratike? Kemi Ilir Metën që thotë se në Kavajm janë vjedhur votat, Ilir Ali Mehmeti, Aulon Kalaja, Shkëlqim Shehu, lexoni një lëvizje të mundshme brenda PD-s për këtë çështje? Atëherë gjithë problemi tashmë është që pas zgjedhjeve katastrofike dhe një humbje të jashtëzakonshme që i kalon për masat e 97-s së Berishës, pritet që brenda Partisë Demokratike të ketë lëvizje, po duke patur parasysh strukturën organizative dhe faktin se çfarë përfaqëson Partia Demokratike në raport me familjen Berisha dhe me individin Berisha, një ndërhyrje në linjë institucionale duke bërë lëvizje brenda partisë në mënyrë institucionale, pra me fjalë ngritjen e zërit të anëtarëve të Partisë Demokratike, në të gjithë të linjë institucionale të organizimit deri tek Këshilli Kombëtar, është gati e pamundur, sepse qoftë Këshilli Kombëtar, qoftë kryesia, qoftë kryesia vogël, janë institucione të cilat përfaqësojnë në sektin berishian, i cili e ka kapur Partinë Demokratike dhe është e pamundur të përtimi brenda saj. Tashmë antarët e tjerë të Partisë Demokratike që kanë qenë kandidat për deputet dhe që e kanë veten të përdorur në këtë proces, por mbi të gjitha pastaj brenda mekanizmave të brendshme të numëruesve dhe të antarëve në komisionet e numërimit të zgjedhjeve, është parë një fenomen ku me të drejtë dikush mund të ngrej pretendime mbi vjedhje të votave brenda llojit. Por shumë njerëz e interpretojnë dhe shumë analistë interpretojnë në këtë plan, ndërsa unë do të desha ta interpretoj në një plan tjetër dhe unë po e shoh që kjo është më interesante. Berisha ngriti tezën e farsës, që do thotë që këto zgjedhje janë të manipuluara, të vjedhura, të manipuluara në procese tjera e tjera. Deri më sot Berisha, përveç retorikës së vet, nuk ka absolutisht as edhe një provë, sepse këto prova nuk u prodhuan gjatë procesit të votimit edhe gjatë procesit të numërimit. Dhe të gjithë të antarë të cilët e ndjen veten të përdorur në këtë rast, i kanë kërkuar Berishës që Partia Demokratike të kërkojë, pra institucioni i Partisë Demokratike të kërkojë rinumërimin në këto zona. Partia Demokratike nuk e ka kërkuar. Pse nuk e ka kërkuar? Dhe pse kanë dhënë larg? Se në momentin kur kërkohet rinumërimi dhe dalin rezultatet shumë korrekte, bie teza e Berishës për farsë. Kështu që është e pamundur që Partia Demokratike ta bëjë gjë të tillë. Kështu që kjo iniciativë këtyre individëve, më tepër sa tendenca për të bërë numërimin në favor të tyre, është një reagim për të rrëzuar atë që thotë Berisha. Për të goditur tezën e Berishës të kësaj të farsës. Në qoftë se i goditet, pra në qoftë se tashmë i goditet teza, dhe këtë nuk po e godet Partia Socialiste, po e godet vetë struktura e Partisë Demokratike, Berisha del zbuluar në gjithë të tezë të ndërtuar qëllimisht për të mbajtur Partinë Demokratike. Në momentin kur bie teza nëpërmjet lëvizjeve të brendshme të farsës, automatikisht duhet zbatohet Neni Basha në Partinë Demokratike, gjë që është e pamundur. E gjithë kjo gjë që po diskutojmë ne, po prodhon lëvizjen e brendshme, e cila po vjen nga brenda për të goditur tezën e Berishës dhe për të imponuar Berishës që t'i nështrohet Nenit Basha. Do realizohet? Në gjykimin tim nuk do të realizohet, pavarësisht lëvizjeve që këta njerëz do të bëjnë, sepse mënyra si funksionon Partia Demokratike dhe mënyra se si e kontrollon Sali Berisha Partinë Demokratike nuk le vend për një gjë të tillë. Unë pres dhe kjo do të mendoj që do të jetë pozitive, që procese do të ndodhin jo në Partinë Demokratike, jo nëpërmjet lëvizjeve të strukturave të Partisë Demokratike, por te grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Që do të thotë? Në shtator bëhet konstituimi i parlamentit
dhe grupi parlamentar për prej 50 vetësh i Partisë Demokratike merr stafetën e jetës politike në Shqipëri. Pra, stafeta kalon nga partia tashme, që është në këto moment që flasim ne, në fushat, kalon të grupi parlamentar. Grupi parlamentar është ai i cili bën, parlamenti bën jetën politike dhe grupi parlamentar do të jetë pararoj. Ka një të vërtet që këta deputet, 50 deputet që ka zgjedhur Berisha, praktikisht janë njerëz të besuar dhe absolutisht të besuar të Berishës dhe është ajo grupi zjarrit i Berishës. Dhe nuk ka shumë pritshmëri, por në kuadër të një fakti tjetër që të gjithë po e ndjejnë që me Berishën janë absolutisht humbës, këta njerëz nga posti, nga pozicioni i deputetit do dalin nga reshti dhe do të fillojnë të prodhojnë në lëvizje në parlament kundër Berishës. Pra me fjalë do fillojnë të shkatërrojnë grupin parlamentar të solid të Berishës dhe nga ky moment prodhohen të gjitha bazat për një lëvizje e cila përjashton Berishën dhe largon Berishën nga skena politike. Një domosdoshmëri jo për jetën politike në përgjithësi dhe për Partinë Socialiste. Për i të vërtetës do të themi që Partia Socialiste Berishën do. Por kjo nevojë largimit Berishës vjen në mënyrë posaçme brenda Partisë Demokratike dhe vjen për Partinë Demokratike, në qoftë se ata duhen të bëhen faktor në jetën politike. Përndryshe, në qoftë se gjithë këta janë betuar për Sali Berishën, jo për demokracinë dhe jo për Partinë Demokratike, është drejtë e tyre s'ke që bën. Por e vetmja mënyrë dhe e vetmja hapësirë me pritshmëri për të bërë lëvizje dhe largimin e Berishës nga jeta politike është kjo. Ka dhe një faktor tjetër, i cili për mua përsëri është aktiv dhe duhet bëhet aktiv, që është procesi hetimor. Janë proceset njëra pas tjetrës, është Partizani tani që do të mbajt lidhur, por e kemi thënë që Partizani dhe çështjet këto korruptive janë shumë pak asaj çështje që është më serioze, që është 20 janari, dhe 20 janari ka përbërë një asgjësim politik të Berishës, sepse në qoftë se në çdo vend, në çdo ambient demokratik duhet të etikojnë dikë që është diktator, etiketohet me faktin që ka kryer akt kriminal ndaj popullit vet apo jo. Dhe në qoftë se Enver Hoxha u shpall diktator, u shpall jo për ideologjinë e tij, por për faktin që u bë kriminal ndaj popullit vet, pati të vrau qytetarët e vet. Dhe në qoftë se Sali Berisha shpallet diktator dhe në qoftë se Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë shpallë të tillë zyrtarisht, kjo vjen nga fakti se është një person i cili në demokraci ka vrarë qytetarët e vet për të mbrojtur pushtetin politik. Dhe në këtë kuadër dhe ky faktor do të merret konsiderat për ta larguar Berishën. Që ta mbledhim në konkluzion, Berisha tashmë është në asgjësim total, e ka marrë në asgjësimit. Do ishte mirë që ky asgjësim të mos i vi nga lijat ligjore. Do ishte mirë që këto t'i vidhin pikërisht nga faktori demokrat i brendshëm, i cili duhet gradualisht të rimarrë veten dhe të marrë organizimin e Partisë Demokratike. Nuk është e vërtetë Sali Berisha, siç po dalin tezat, në këtë 4 vjeç e nxori Partinë Demokratike nga letargjia, sepse është fakt që kur ata e drejtonte Lulzim Basha ligjërisht Lulzim Basha, rezultatet janë shumë më të mira se sa tani që pretendohet që në drejtimin e Partisë Demokratike, në drejtimin e Sali Berishës Partia Demokratike është ngritur. Përkundrazi, në drejtimin e Sali Berishës Partia Demokratike ka marrë 8/5. Dhe ky fakt është bindje tashmë për të gjithë anëtarët e Partisë Demokratike, militantë, simpatizantë. Të gjithë pa kushte kanë bindjen që Sali Berisha duhet largohet. Do ishte në nderin e tij që të respektonte këtë i vullnet të popullit demokrat, të popullit opozitar. Edhe atë statut që ka miratuar vetë? Për statut nuk pyet shumë Saliu, unë them çështja tashmë është në planet morale. Thash, është planet morale, është në planet organizative të strukturave të Partisë Demokratike, është edhe në pjesën ligjore që është goditje e cila duhet ishte kryer për kohë, mund të kryhet nga momenti në moment, 20 janari. Por, thash, nuk do të isha shumë i kënaqur për asgjësimin politik Sali Berishit për vit drejtësisë, një dënim i merituar dhe unë kam thënë, do ta them dhe kam për ta thënë i merituar, por largimi nga kryesia, nga kryetari i Partisë Demokratike do të kryhet me proces të brendshëm që ata njerëz që do të kryejnë procesin të kenë moralin tashmë për ta ngritur Partinë Demokratike, sepse karta përpara më pas. Për ta bërë faktor në demokracinë shqiptare. Shqipëria sot nuk ka më faktor Parti Demokratike, siç nuk ka faktor opozitar, dhe këtë do ta themi. Ky rezultat që ne pam në zgjedhje nuk është rastishëm.
Prej kohësh ne kemi diskutuar që Partia Demokratike është e shkërmoqur. Prej kohësh kemi diskutuar që faktori opozitar ka dhe një element që do ta themi tani. Edhe Ilir Meta po e kupton që duhet të largohet dhe duhet të keni parasysh atë që tha agjenciat e tjera do jenë vetëm? Ilir Meta tashmë po luan për të prodhuar faktor më vete jashtë ombrellës Sali Berishës e Partisë Demokratike. Deri tani e vërteta ishte që u fut në ombrellën e Partisë Socialiste dhe doli siç doli. Që përveç atyre 4 veta, 5 veta që i ka marrë në listat e mbylla, pjesa tjetër ishte katastrofë dhe gjë që u lexua dhe në votimin ndaj tij. Kështu që Ilir Meta ndërton strategji tashmë. Si do strategjia në mirë posaçme do të jetë duke ndërtuar këtë skemë, e cila, thash, nuk është vetëm tek këta individ brenda Partisë Demokratike që tashmë janë zgjuar dhe po ndërtojnë gjithë aksionin politik për goditur Sali Berishën, jo për të fituar drejtat e veta, se drejtat ato janë në kuti. Por këtë gjë po e bën dhe Ilir Meta, çka do thotë dhe Ilir Meta tashmë filloi lëvizjet për të shkëputur dhe për ta shitur Sali Berishën dhe për prodhuar një entitet më vete të shkëputur real. Do ta realizoj? Nuk mendoj, sepse përsëri PL-ja dhe LSI-ja kanë kohë që ka vdekur. Sali Berisha i ktheu në skem, Sali Berisha ju dha disa individ që janë në grup parlamentar, dhe thash grupi parlamentar për bën një lukël për aksion politik, për bën një lukël. Por këtij nukli mungon morali, mungon dhe financimin për PL-n, po them gjithmonë. Kështu që nuk ka ndonjë prishmëri, përsi dhe Ilir Meta do bëj mirë që të fitoj ca kohë pushim, ndoshta ndonjë seancë të 4 vjeçare, dhe le të rikthehet ndoshta më vonë nëpërmjet fëmijëve të tij, po jo vetë. Faleminderit shumë zoti Meçe. Faleminderit që ishit me ne për gjithë analizën që sollët drejt për drejt.